بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, ato të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ato të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon, dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat në lidhje me haxhin dhe umrën. Dhe në ligjëratën e fundit jemi nal të çështja e mikateve, qoftë ato mikate kohore apo vendore, edhe kemi treguar se mikatet kohore apo muajt e haxhit janë Shawali, Dhulqa'da dhe 10 ditë e Dhulhijhes, ndërsa mikate vendore janë 4 apo eventualisht 5, dhe më thonë është ai Medinës, është ai Shamit, është ai Jemenit, është dhe më thonë ai Irakut, edhe dhe më thonë apo Kasimit tash Nejdit që i kanë thonë përpara, edhe Irakut që kemi treguar se nuk e dihet a është nga Omeri apo ka hadith vërtet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, për pyetja që mundet më bë është pse mikatet? Pse njëri mes me vesh ihramet kur shkon në Mekë, po me hin në ihram, me vesh ihramin, me bën jetë 100 km, 120 km, 200 km, 420 km këy Medinës, që është më i larti, ndoshta për përgjigjeve që jepet në këtë rast është se çështja e Çabës, shtëpia e ndërtuar, shtëpia e parë ndërtuar për të adhuruar Allahu Azza wa Jall, për madhrimit të saj, që njeriu kur e mësyn atë shtëpi me vizitu, nuk shkon që thojmë ne aty për aty mu përgatitëm me hinë Çabe. Po kur t'i afrohesh me kilometra Çabës, faktikisht njeriu fillon shpirtërisht, besa edhe fizikisht, me hikteshat, me vesh ihramin, me bën jetë që jem të shkuar në atë vend shejt të Çabja, të shtëpia e parë ndërtuar, dhe më thonë për më adhuru Allah Azza wa Jall. Kjo është urtësia, dhe më thonë pse janë mikatet, që njeriu mos të vjen veç trap-tap dhe të hynë Mekë, po të fillon të përgatitet para se me ardhë në Mekë, shpirtërisht dhe fizikisht që të e madhroj atë vend dhe atë Çabe, atë shtëpi të ndërtuar për më adhuru Allahu Azza wa Jall. Dërsa sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do t'i marrim çështjet që janë të ndaluara për atë person i cili hin në ihram. E që kjo tema sotit është nështë për temave më të koklavitne që ka nevoj njeriu me i ditë se shumë njerëz kanë paqartësi, pyesin shumë për to, ndonjëherë shtrëngojnë shumë, ndonjëherë lehtësojnë shumë, ndonjëherë i mendojnë disa gjëra që janë të ndaluara e s'janë, e disa gjëra i mendojnë që janë të lejuara e janë, e që për këtë këto shkelje nuk kalojnë, dhe më thonë, vetëm shkelje shka, por realisht për to ka dënim, dhe më thonë, ose me prej kurban, ose me i agjeru 6 dit, dhe më thonë me i dhe ushqy 6 varfër, ose me i agjeru 3 dit, faktikisht është shkelje e ranë, që ka pasoja, që ka, dhe më thonë, shpagim, ose kurban, ose me ushqy 6 varfër, ose dhe më thonë me i agjeru 3 dit. Këto të çështjet që janë të ndaluara në ihram, për shkak të ihramit, dietarët i kanë mbledh, jo se kanë ardhur
një ajet kuranor radhëzi, ose një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po kur i kanë po ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë përmbledh edhe i kanë bën janë nën ndalesa e që në secilën prej këtyre masandena ka degëzime që do të mundohem shkurtimisht vetëm domethënë disa për m'ju tregu që ka mos pajtime e disa m'ju tregu që keni kujdes se realisht mos e lehtësoni punën në këtë çështje. Çështja e parë që është e ndaluar kur hyn njeri në ihram është me hiq kimet prej trupi, sidomos prej kokës edhe fytyrës e mustaqeve. Për këto tjerat, shumica thonë edhe ato janë ndaluara, në kimet që të me hiq është ndaluar, që të ndorë me hiq, në kam me hiq, shumica absolute pothuajse dietarëve thonë që është kjo ndaluar, mirë po ka pi dietarëve që thonë jo, ndalesa ka të bëj vetëm për kokën. Për ty në është edhe Sheikh Uthemini, rahmetullahi alej, se thotë nuk ka ndonjë argument të qartë, domethënë për këtë mesele. Për argumenteve se duhet me hiq, mos me hiq qimet, është ajeti kuranor, ku thotë Allahu azza wa jall, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla." Dhe mos i rruani kokat e juaja përderisa mos të vjen më prej kurbani, deri në ditën e Bajramit kur prehet kurbani. Në procedurën kur jeti në haxh, e ka bën jetë, i hin ihram, mos e prek, domethënë kokën. Ky është argument dhe ky është ajet kuranor. Është edhe një argument tjetër, kur fol Allahu azza wa jall prap për haxhin, thot thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil bayt al atiq. Dhe të pastrojnë trupin edhe të përmbushin nezret, premtime ato betimet e tyre, edhe le të shkojnë le të bëjnë tavafin e haxhit. Që i bjen që realisht pastrimi i trupit që do të marrim këto, realisht kur e ka komentuar Ibn Abbasi, e ka cekur thot edhe flokët mi rru, edhe mustaqet mi shkurtu, edhe me hekqime pej trupit, pej vendeve të turpshme, prej nërsjetullave mi shkurtu thojt e kështu me radhë. E pe kësajna, dhe me argumentin e parë, ata që jenë shumicë, thojnë se faktikisht nuk është për qëllim vetëm qimet e flokëve mos me prek, mirë po mos me prek, domethënë krejt, domethënë trupit, flokët, edhe të kimet mos me hiq. Edhe kjo është ndoshta mendimi më i saktë, pavarësisht pse Sheikh Uthemini thotë që është për qëllim vetëm domethënë të flokëve, realisht çdo kimë e trupit, as në dorë, as në kom, as në mjekër, as në flok, njeriu më u munue mos me prek, thjesht për kokë thash ka argument qartë, ndërsa për këto tjerat, domethënë faktikisht kanë bërë qiyas dhe analogjie, domethënë me këtë tjetër. Janë disa mesele, e para është, po nëse njeriu ka nevojë me hiq flokët, po në ihram u hi, po ka nevojë me hiq flokët. Çka bëhet? A me hiq? Nëse me hiq, a duhet në kompenzim apo shpagim? Runa zot, je shkue, ka ndonjë aksident, e ka vrarë kokën pak, ka nevojë nështë me ta kep, edhe duhet, domethënë thjesht me të rru flokët, afër që asaj varrës ku e ki për me ta kep. A lejohet? Ose runa zot atëherë kur ka pas në kushte më të vështira, domethënë ndoshta dikush ka pas infeksion në kokë që dash me hiq flokët, domethënë infektohet koka. Ose runa zot, domethënë kanë pas morra. Ka ardhur një hadith vërtet pejgamberi sallallahu sahabia ka pasur Ka'b bin Ujra, domethënë faktikisht është tankuar te pejgamberi sallallahu se ka këtë problem. A më hiq apo mos më hiq? E më hiq gjithsesi, se realisht gjësen që shkakton njeriu dëm, shariati jon domethënë e ka ndaluar që njeriu me marrë një sen që i bën dëm. Mirë po, ky sahabia ke Ka'b bin Ujra, kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ju ka anku për shkak të morrave, ka thonë hiqi flokët, mirë po shpaguje. Po në kifaret, ose preje kurban, ose agjëre 6 ditë, ose domethënë
ose ushqen 6 ditë varfër, ose agjeron 3 ditë. Do të thonë me prej kurban, ose me ushqy 6 varfër, ose me agjerue, do të thonë 3 ditë. Kjo sa i përket nëse ki nevojë. Meselja tjetër është të ka ndalume kur jeni ihram me shkull flokët apo sekimet, po çka më bën nëse kam nevojë mi kre, apo mi kre flokët. Sidomos kush i ka pak flokë më të mëdha, natyrisht ka nevojë mi kre. Thojnë dietarët, mi kre lejohet, po më mirë është me elan. Se ka për i dietarëve që e bojnë një farë dallimi. Thojnë nëse i kre bot, e të bjen në kime, faktikisht janë ato kime dekne që faktikisht nuk është puna që ti ke shkull, po thjesht si ka ra kranje me një kraj, me krenje të but, është ra. Edhe nuk i kurgjë. A me bo me i kre si fort, e që një farforme me i shkull gati si me dhun, e që ti e se bepi asoj pune, faktikisht djetarët thëjnë këto, duhet me pas kefaret si të që je puna me heret. Çështje, dhe më thonë, kjo është se përket vetëm të parës, mi jek, dhe më thonë, qimet është ndaluar kur është njeriu në ihram. E dyta që është ndaluar me i prej thojt. Kur je në ihram, edhe të këmbëve, edhe durve, është ndaluar me i prej thojt. Argument e kanë cekur që ata jetën që e lexova më herët, thumë me ljëqdu të fethehum, dhe të hjekun, të menjajnojnë pastërtit e tyre, të qojnë vend zotimet e tyre, edhe të shkojnë bëjmë tavaf, të regon që njeriu kur dënë me u liru për ihramit, dhe të largon pastrimin që i lejohet tash me i bo këto gjëra. Që i bie që para se me u liru për ihramit, këto se ne kinë ndaluara. E tefeth, në gjuhën arabe është kjo pa pastërtia që është mes thojve. Po që e pa pastërtia që është mes thojve, realisht nuk është obligim me hek ato. Ato është mirë me hek, po edhe mos me hek mund më falë edhe s'prish puna për nësene. Së është një çështje e vogël. E për atë dietarët, kur e kanë komentuar Selefi ibn Abasi, tash e ka komentuar me një unu pa pastërtim prej trupit, e komentuar me hekqimet e flokëve, të mustaqeve, në vendeve të turshme, domethënë në setullat, edhe me i shkurtu thojt. Domethënë thjesht ti menjan pastërtit, ti menjanon çto gjërat që zakonisht njeriu i shkaktojnë domethënë pa pastërtie. E që i bjen këto të lejohen mase që del për ihramit, ama para se me dal për ihramit, realisht domethënë këto i kije të ndaluara, edhe rrjedhimisht për tyre kije të ndaluar me i shkurtu thojt, qoftë ato durve apo të këmbëve. Është një mesele, po thogj mu ka thyber thoni. Edhe pa mbrang kështot, më nërru në zëtë është me nëzonë dhe dikon në 70 gjak, a me hek, e këto djetarët, si do mos të hambelive, thojnë dhe me thonë se nuk ka dert me hek këtë thunën e prem, asë të thym, edhe nuk i kurfar obligime, asë nuk i kurfar kefarete. Po tash dikush mundet me thonë, po hoqë ti për flok the, që se ki nevoj i hek, po do të me prej kurban. Tash po thue thunin në mëndon që se ki nevoj heke e s'kri kurban. Pse pe i bën këto dy dallime? Dallimi është më i qartë, se te e para nuk pi hekon flokët se problemi të flokët. Problemi është që ka morra, problemi të infeksioni, problemi që duhet ndoshta për një operacion, nuk është vetë floku problem. Atë kjo jonja e dyta është vetë thoni problemi. Për ata, këto dy sene dallojnë, nuk e njëjta. Te e para, prejna kurban, se nuk është problem pëse pije kon flokët, se flokët janë problem. Mirë po, është diçka tjetër, edhe flokët janë një pengesave. Ndërsa thonin në këtë rastin konkret, është domethënë pengesë vetë, edhe në shariatin tonë, çdo sen që pengon, që dëmton, domethënë është urdhëruar njeriu me hek. Kjo është ndalesa e dytë. Ndalesa e tretë është njeriu me mbulu kokën, që sa tash në ihram, nuk ka me gjitë kapuq, nuk ka me qitë më haram, po edhe ihramin tënë, që e vesh, nuk bën me qitë mi kokë, se ka herë njerëzit shumë letojnë këtë punë.
e sheh faktikisht pak me nirth, sidomos para sabahit e sene, veç kur e sheh e kam lu kry krejt. Me çka me hiramin e vet ose nej çeba diçka që e ka afër vetes. Jo nuk lejohet kjo punë. Për këtë kemi argumente se kur është pyet pejgamberi sa se çka i ndalohet, ai që është në ihram me vesh, njëra prej tyre ka cek el amaim, ato shallat që i kanë pas përpara në kohën e tyre. Mirë po ka ardhur në hadith dhe më të vërtet atë personin që ka myt devja sa ka qenë në ihram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që merrni lane me sidër, edhe që finesni në të dy thoba, që të dy ihrama që i ka pas, edhe mos e parfymosni, edhe mos ja mbuloni kokën, se ku murin gjallë nesër ditën e gjykimit duke mba telbije. Po ajo që po dojmë me argumentu është, mos ja mbuloni kokën ashtu siç e ka pas ndaluar, sa ka qenë në ihram, me pas kokën e mbulum, edhe të qyshre varrosni, që është me varros, mos një mbulu kokën, e kush shkon qabe e shek, ka herë dëmoni shek dhe gjenaze, dhe më thonë që jenë të zbuluta, nuk ja mbulojnë kokën, ata jenë që kanë dekur dhe më thonë gjatë ihramit, edhe duke zbatuar këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në rregull s'pe mbulojmë kokën, po me mbulu fytyrën e bën. S'patojmë fytyrën maskën pak, ndoshta për shkak të plohnit, apo për shkak të infeksionit, ndoshta njeriu edhe ka nevojë, thash, këto senet që janë domethënë nevojë që patjetër duhet sprish punë. Domethënë në rastin konkret do maska që i qesin për domethënë plohën ose për gazat të autobusave, të veturave ose domethënë për infeksione, këto nuk prish punë, mirë po me mbulu fytyrën veç me lën syt, a kokën e kije domethënë zbulum, domethënë te mëdhëbi Muhammed Ahmed thonë që bën me mbulu fytyrën, edhe të Shafit bën, ndërsa të Malikit edhe të Hanefit domethënë nuk bën. Hanefit kanë argumentu se ka orë në Sahihun e Muslimit, mos ja mbuloni kokën edhe mos ja mbuloni fytyrën. Mirë po që kjo mos ja mbuloni fytyrën, edhe pse në Sahihun e Muslimit, thonë dietarët, është një shtojc që nuk mbahet mend prej transmetuesve tjetër, edhe quhet shtojc shadhe, mbërse nuk argumentohet, nga se ka ardhur për shumë sahabive, për Uthmanit, Abdullah ibn Mesud, Abdullah Abbasit e tjerë, që kanë dhënë fetva që lejohet me mbulu fytyra, mirë po nuk lejohet me mbulu domethënë koka. E katërta, e kanë cekur dietarët me vesh diçka që është e çepne. Çështë e kanë cekur si rregull, edhe pse nuk ka argument për këtë. E kam cekur ndoshta edhe më herët, nuk ka argument se çdo sen që është e kept nuk lejohet mu vesh. Mirë po e kanë nxjerr prej atij hadithit kur e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka nuk i lejohet njeriu me ihram me vesh, ka thonë se lejohet me vesh domethënë këmish, se lejohet me vesh sirvale si pantolla, se lejohet me qit mahram, se lejohet me qit nëse gjybe, se lejohet domethënë me vesh meste, që e shet që gjithat janë këto të kepta. Ama ma mirë u konë me thonë çdo tesh e cila është e preme edhe e marume për një pjesë trupit që ato zbë me vesh. Jo veç me thonë është e kept. Se rastin konkret, qofse njeriu e qet një rryp me majt dhe më thonë ihramin e vetë. Ka plot njerëz që faktikisht për herë të parë veshin ihramin e tyre në haxh. Edhe thjesht nuk mund në shtatuten që për hundre s'kan kur gjëk veç atë ihram, mos pipjen ihram se në me gjithë një rryp. Rrypi është i kept. A lejohet me gjithë? Lejohet se nuk ka kurfar rregulle që ndalon çdo sen që është e kept. Ose, domethënë janë ndë çanta që njerëzit i mojnë tash, domethënë qoftë për telefon, qoftë për kulet, qoftë për do sene personale, edhe ajo është e kept. A lejohet po? Disa tash do të marrim edhe punën domethënë çështjen e kputzëve ose sandalleve. A lejohet që janë të kepta? Lejohet. Nuk është problemi te e kepta. Se nuk ka ardhur kërkon ndonjë argument që çdo sen që është e kept është ndaluar. Mirë po i kanë pa dietarë që shumicën që i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë të premë të kepta dhe kanë thonë çdo sen që është e kept
domethënë është ndaluar. Se për ndryshe jo, çdo sen që është e preme sipas një pjesë të trupit, qoftë për kokën, qoftë domethënë për shokën lart, brezën lart apo brezë poshtë, domethënë për komën e kështu me radhë, është e ndaluar. Për ndryshe, jo çdo sen që është e kep me thonë është ndaluar. Thjesht nuk është ndaluar se i rrypi, as nuk është ndaluar që e çonta domethënë që e çet haxhia dhe i mon sen personale e kështu me radhë. Kanë ardhur dy përjashtime, ka ardhur në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë pyeti, ka thonë ja Rasulullah, çaja poshtë, çaj pjesa e ihramit që është poshtë në gjuhën arabe i thonë izar. Kësona që është nalt i thonë rida. Ka thonë ja Rasulullah, nëse njeri skaqet pjesën poshtë me qitë izar, qysh me bëj ihram? Ka thonë të vesh sirvalet. Sirvalet janë domethënë në formë pantalla tona ose trenerka tona që janë pak mbaxhona, e shënë tash kur shkoni domoni vesh në vesh në çfarë galebin apo çfarë këmishën që veshet në Arabi atë. Më ka thonë po nëse s'ka meste. Ka thonë domethënë që s'ka nallë me vesh. Ka thonë le të vesh mestet. Mestet janë domosdoshmë për dinë që kanë për jelkura që e mbulon edhe zogën e komës. Mestet që marrim na mesën to. Pra thjesht, nëse s'ki izar, apo me vesh ato servalet. Nëse s'ki nallë, s'ki sandale, bën me i vesh domethënë edhe domethënë këto nallët, edhe këto mestet. Mirë po të mestet ka mos pajtime mes dietarëve, që ato mestet që i vesh për nevojë e që ta mbulojnë edhe zogën e komës. A duhet mi pre në rrezik komës, a mi vesh ato çysh është? Shumica dietarëve thonë që domethënë nuk ka nevojë me pre, e ka pe dietarëve domethënë që thonë me i pre, nga se ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë kush s'ka domethënë nalle, sandale, le të vesh meset mirë po ti pre në rrezik të komës. Mirë po këto janë dy hadithe dhe dy janë të vërteta. Njëra është hadithi Ibn Omerit që ka thonë me i pre, njëra është hadithi Ibn Abbasit që në Arafat e ka një pejgamberin sallallahu të thonë që domethënë kush s'ka nalle, le të vesh meset. Ai pari ka qenë Ibn Omerit më herët kur ju nis, ju ka thonë kush s'ka nalle, le të pren domethënë ato meset. E disa dietarë thonë ky dyti është më i vëshëm se ai i pari. Edhe e ka thonë në Arafat kur janë qenë shumica njerëzve ose ja ka përmend kërkuan me pre, sikur kishin pas nevojë me pre meset, realisht domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kish urdhëruar domethënë me i pre. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë, nëse ki nalle a bën me i vesh, domethënë mestet që i ke prej në rrezik komës, apo në kuadër të mesteve janë këpucat, ose klompet, që faktikisht e shtin këtë komën, është e msheltë në ondë, veç kafuni është e qeltë gati si që ato meset me i prej, ose këpucat që në zakonisht e me i veshëm, janë në rrezik komës. A lejohet me i vesh, apo jo? Ka pe i dietarëve që thojnë lejohet me i vesh edhe këpucat që janë në rrezik komës, edhe klompet, edhe sandallat që janë të kepta, edhe kështu me radhë, vetëm nëse janë çizmice që e mbulojnë zogën e komës, ato nuk lejohen, të hanefit nuk lejohen, domethënë ka kësi mendimi, ka mendim tjetër që thonë jo nuk lejohet, domethënë nëse kije nalle, ki sandale, nuk bën me i marrë as këpucat as klompet. Përjashtim bën vetëm në njeri i cili është smut. Edhe thot, pe mjekut i kam këpucat ortopedike, që unë nuk muna me ecë me diçka tjetër vetëm me së çdo këpuca. Atëherë atina i thojna, ty domethënë mathe edhe sprish punë. Sipas mendimit që lejohet edhe pa shkas. Domethënë mirë po ky përveç që lejohet, këtina lejohet për zyti se pas ka shkas edhe nuk ka kur gjë të keqe, mirë po realisht njeriu është mirë që thjesht me ik çështjeve dyshimta, mos pajtimeve dietarëve, s'po thonë me shtrengue tash me shku me marr vetë sandale të lastikut që s'janë të kepta, që zakonisht janë dobta dhe të këqija e t'i bojnë kom të varr. Mathe sandalle të mira, edhe kvalitet, edhe që janë të kepta, që s'dvrojnë, mirë po që janë të qelta, edhe mos ta mbulojnë zogën e komës.
S'prish punë edhe me kon me kaish mbrapa themrës, për shkak që njeriu ma let ecë se ato që veç hin kom. Mirë po, s'prish punë, thash edhe që nëse është e kep, mirë po, largon jo klompeve, largon jo këpucave, përveç runazat qofse dikush është i smut. E pesta që kanë cekur dietarët është çështja parfimit. Kur hin në ihram, na kena cekur kur kena fol për sunetet e ihramit, njeriu prasë me e vesh ihramin janë disa sunete, pe tyre kena cek njeriu mu parfimos. Me parfimos trupin, jo teshën. Kur hin njeri pastrohet, para se me vesh ihramin s'prish punë me qitë parfim. Dash në rësjetla, dash në fyt, dash ku dush. Mirë po, në ihram jo, në tesh jo. Kjo është para se me hin ihram. Kur hin në ihram tash, mos lejohet as trupit, as teshës. Ma heret ju ka lejue, do më thonë, para se me hin në ihram, më konsunet me parfimos trupin, jo teshën. Kur hin në ihram, ma nuk ka me parfimos as trupin, as teshën, nga se e dëgjum hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë njeriu që ka myt devja tukon në më thonë në ihram, ka thonë lane e që finesën dy tesha, mirë po mos e parfimosni. Mos e parfimosni, e ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se që pejgamberi sa kanë ndaluar me vesh rroba të cilat janë të parfimosna me zaferan. Zaferan është një lule e mirë, është besa edhe është trajt, ajo përdoret edhe për ushqim, mirë po edhe domethënë për parfimosje, domethënë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po të çështja parfimosjes ka dietarë që e shtrëngojnë kogja shumë këtë mesele. E ka do që bajagje lejojnë. Të çështja e shtrëngimit do e shtrëngojnë, thonë leçe mos me qit parfum trup, leçe mos me qit parfum tesh, po as me nuhat, me qëllim parfimin mos me nuhat. Me shkuat, tash vjen një unë e ka një parfum të mirë, edhe hajti marr erë, ose me shku në dyqan, ku shitet parfum, me ble parfime edhe tash hajti provoj cila është erë për më pëlqen. Kapi i dietarëve thonë që kur jenë, domethënë ihram, këtë punë mos me e bë. Po ti mësh me hijet dikon në qendër tregtare, ata e kanë parfumos vet. Ajo është meselë tjetër. Ajo është domethënë e thithja të ajrit edhe asaj arome s'pa dashje. Mirë po, nëse e bën me dashje, kapi i dietarëve domethënë që këtë punë bajagje e shtrëngojnë. Kapi i dietarëve që e shtrëngojnë besa edhe me e qitë në ushqim. Në mund që të zaferanin që ceka që është lule shumë e mirë. Ajo mund të edhe për parfum më përdor, po mund është me qitë edhe në gjellna, mund është me qitë edhe në kafe. Edhe jep shumë aromë të mirë. Mirë po kapi dietarë që thonë edhe në kafe, edhe në ushqim zë me përdor kur jeni ihram. Mesele që e kanë cekur të kja punë. Kremat që kanë erë, a mi përdor ajo. Ka thash për dietarëve që e shtrëngojnë këtë punë, as kremat mi përdor, po ka krema alhamdulillah që faktikisht janë edhe pa erë, vazolina, besoj që edhe në Kosovë ka, në Arabi Saudite shumë e njoftër në Aptënësene, është një krem shumë e mirë, në mos sidomos ata që kuven me skomve, më uly me ta s'prish punë. Edhe thjesht zakonisht nuk ka erë ose ka një pak erë të vogël. Edhe thjesht çdo krem që është si e tillë, si vazolina pa erë nuk prish punë. Qofse ki nevojë, domosdoshmë ndërcore është e meselë tjetër. Mirë po, për çse nevojë është me përdor vazolinë apo diçka tjetër, nuk prish punë. Që s'ka erë. Meselë tjetër që kanë sigur dietarët është po me përdor sapunin apo shamponin mola me erë. A lejohet? As lejohet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na ndalon çdo sen që ka erë, domethënë me qit në trup tonin, në flok tona e kështu me radh. Kapi i tyre thashë që edhe kjo është mendimi ndoshta i shumicës që ndalojnë këtë punë. Kapi i dietarëve që e lejojnë me përdor sapunin në shampunin, se kërkosh nuk i lën durt ose me la fytyrën, edhe me thon vallai un parfumos. Kërkosh nuk e llë këtë punë parfumosje. Thjesht i kom la durt me sapun, i kom la flok me shampun. Thjesht nuk u kom për qëllim parfumosja me to, po kom për qëllim, domethënë, pastrimi me to. E pejtyna dhe Shejh Albani thotë që nuk prish punë domon me i përdor, mirë po më mirë është mos pi përdor
në rastin konkret edhe tash është se elhamdullah në Arabi Saudite, sidomos kohën e haxhit, çdo barnatore ka shampona, besa dhe sapuna pa erë që të njëjtën efekt pastrimit e kryen, mirë po nuk ka aromë, që ashtu është puna edhe te pasta e dhëmbëve, qofse është më herë, ka pe dietarëve që rengojnë që mos me e përdor, e ka pe tyne që thjesht thojmë nuk prish punë. Çështja 6 e kanë cekur dietarët, e kjo zakonisht juve nuk ju hen punë fort, se tash nuk u thani si përpara me karavane, me kuaj, me deve, u thani me aeroplana, ushqimet e kina zakonisht të sigurta gjatë rrugës, në hotele, kështu me radhë, mirë përpara kanë udhëthue, qoftë me anije, qoftë thash me deve e dele, realisht njerëzit kanë pas nevojë me hungër me pi. E dikush ka pas, kafshë me veti, e dikush ka pas parë me veti, ka blej kafshë të vendeve lokale. Po as mos me pas parë, as mos me pas, vetë kafshë, a lejohet xhuetia. Faktikisht, kur je në ihram, për shkak të madhërimit që asaj vepre që i, realisht nuk lejohet njeriu me bëgja, nga se Allah ka thonë ja ju alladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum, o ju të cilët keni besuar, mos e vrani xhuetia kështaz me xhueti, e ju jeni në ihram. Kjo është për ato që e në tokë, ata që e në deti, e që zakonisht nuk kanë çka hajnë, e kanë mundësi me u thumë me ditë me javë, aty në ushqimi vetëm është peshku, ato që dalin për detit, me ndalua që aty në detit me hangër, faktikisht ata veç me vdek, e Allahu Azhel këtë e ka përjashtu, ka thonë uhille lekum saydul bahri, wa ta'amuhu, se dhe më thonë është lejuar, dhe më thonë për juve gjuetia në deti dhe ushqimi i detit, wa harrim alejkum saydul berri ma dumtum huruma, dërsa gjuetia e tokës, dhe më thonë është ndaluar për juve përdesa jenë në ihram. Sa i përket të çështja e kësajna, gjuetis i kanë cekur dietarët disa kushte se çysh është ndaluar. Kanë thonë është ndaluar nëse njeriu atë që gjun është kafshë e egër, është toksore jo e detit, edhe është për atyre që hahet ushqimi për tyre. Do tri kushte do të pas për mu bë e ndaluar. Ka mesele domthon që s'lejohet, domthon që s'lejohet me gjujt, pas me boj sharet dikujna, domthon me gjujt s'bën, ose me trem, që ai tjetërish, domthon që s'është domthon ihram me gjujt nuk bën. Bile ka në hadith vërtet pejgamberi sa që një shok pejgamberi sa e ka gjujt në zebër, e ka myt e ka prej me afro pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ihram, e pejgamberi sa se ka hungër, ka thonë s'pekthej për kur gjë vetëm se ti e ke gjujt për shkak neve, e na jem në ihram, domthon për neve nuk lejohet me hungër, domthon këtë formë. Pra thjesht kjo është çështje që zakonisht tash, domthon thash nuk sprovohem na me këtë punë, nga se realisht ne kem tash gjërat pak më të lehta. E 7 është njeriu nuk bën më u martu, as me martu kërkon sa të është një ihram. Bile ka pe i djetarët thonë as, dhe më thonë me feju. Kanë fjallën, burri dhe gruja zbën me lidh aktin e kurorëzimit sa janë një ihram. Pas baba i qikës, apo kujdestari i qikës, nuk bën mja bo për hajrë aktin e kurorëzimit, dhe më thonë për vajzën e vetë, sa janë një ihram, nga se kështu ka orë në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk martën ai cili është, domethënë në ihram, nuk martohet ai cili është në ihram, edhe nuk domethënë fejohet ai cili është në ihram. Mirë po ka orë një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me Mejmunën, e dytë kanë qenë në ihram. Mirë po, domethënë ky hadith domethënë nuk është i saktë. Hadithi më i saktër se realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me ihram me Mejmunën, e dytë kanë qenë halal, domethënë jashtë ihramit, çështu ka ardhur domethënë në hadithin e sahihut, domethënë të Muslimit. Çështja e fejesës, domethënë ka ardhur thash as mos më fejue, mirë po ky hadith ka fjalë e
domethënë Hambeli thonë është mekro, me kon me prezentu si dëshmitar në akt martesës, ata janë në ihram, domethënë këta thonë Hambelit është mekro. Çështje tjetër, e kjo është ndalesa e nëntë dhe më e keqja, është njeriu me kry marrëdhënie intime me gruan e tina gjatë ihramit. Kjo është domethënë shkelja më e madhe që e bën njeriu domethënë gjatë haxhit, nga se Allahu azza ka thonë faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, dhe ai cili ka bën jetë domethënë në këta muaj me bo haxh, as mos të bën marrëdhënie intime, as mos bën mëkat, as domethënë mos të polemizon. Se realisht ka do të marrëm kur të marrëm shpjegimet se haxhi si haxh njeriu i ka dy lirime pe ihramit. Lirimi i parë edhe lirimi i dytë. Lirimi i parë është në ditën e Bajramit kur ti gjun gurt edhe faktikisht i shkurton flokët ose i përrun flokët, realisht ky është lejuar. Mon është leju pe të parës. Para kësaj në nuk leju pe asë njënës. Me bo unë zot njeriu marrëdhënien tonë në intime para se marrë ditë e Bajramit, para se me gju gurt me prej flokët, realisht atë vetë e ka prish haxhin, do të më prej deve, jo dele, edhe ka obligim vit në ardhshëm me e kompenzu. Ndërsa nëse u lejrua pe lirimit parë, ditën e Bajramit, i ka prej flokët, i ka gju gurt, mirë po halen nuk e ka bë tavafin, e ka flejt me gru, realisht kjo e ka një dënim më të lehtë se haxhi tina nuk prishet, mirë po edhe ky se ka fare duhet me preje domethënë një deve si dënim për atë që e ka bë. Edhe e nënta, edhe me këtë përfundojmë se o Zot është çështja sa hi është ndaluar domethënë njeriu me bë marrëdhënie intime me gruan në haxh. Mirë po i ndaluat edhe thjesht para loja me gruan e tina që ka mundësi njeriu me e çu deri domethënë te akti edhe marrëdhënia intime, nga se fala rafatha nuk është vetë qëllim vetëm dalja e aktit final dhe aktit seksual, mirë po çdo para lojë që ka mundësi me çute ajo punë, domethënë faktikisht është ndaluar. Nuk është ndaluar njeriu me fol me gruan e vet, njeriu me ka për dorë gruan e vet, për shkak shkojnë tavaf e kështu me radhë, ose thjesht ka nevojë me ndihmu diçka, mirë po fjala domethënë me pas domethënë thjesht përkthjelje që ka mundësi me çute akti intim, kjo është ndaluar. Thashta me kaq po e përfundojmë në ligjëratën e radhës, do të vazhdojmë domethënë në lidhje me dënimet dhe shpagimet që do të më paguajë ata njerëz të cilët i kanë bë të ndonjërin për këtyre shkeljeve. Lusim Allahun azza xal që të na mëson fenë e tina, që të adhurojmë Allahun azza xal me dritë e dituri, dhe të çelojmë sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.